Të nderuar koleg, ajo që po ju paraqesim është rasti i një gruaje 62 vjeçare e cila është në menopauzë prej 10 vitesh. Sa i përket historikut të saj mjekësor familjar, vërehet një rast i motrës së babait të saj, pra hallës, e cila ka vuajtur nga neoplazia e gjirit, ndërsa në vitin 2021 pacientes son i u nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikare për të hequr një melanom nga pjesa e shpinës. Karakteristikat ekostrukturore të këtij gjiri identifikojnë një strukturë ende shumë komplekse, e karakterizuar nga një model fibroglandular i dendur, veçanërisht në nivelin retroareolar dhe në hemisferat e jashtme. Janë identifikuar formacione të shumta cistike. Në këtë rast jemi te gjiri i majt dhe veçantia në rastin ton është pikërisht pranua e një ciste rreth 2 cm me 1.5 cm me formacione të shumta parietale, disa prej të cilave, kjo është më e madhja, karakterizohen nga pole vaskulare në përbërje. Nuk ka shenjat qarta, si të shihni, të tipit infiltrues të lezioneve papilomatoze, por prania e formacioneve të shumta që dalin jashtë identifikon rastin ton me një diagnozë të mundshme të papilomatozës multiple intracistike. Në gjirin tjetër u konfirmua, përkundrazi, një gjetje e vëzhguar një vit më parë, kur pacientja jon kishte kryer kontrollet e saj senologjike, mamografike dhe ekografike, një fibroadenom me karakteristika të qëndrueshme, solid, rreth 1.5 me 1 cm, pa vaskularizim me fluks të lartë dhe me disa mikroqiste. Kemi kryer mamografinë e pacientes. Kjo është një projekcion kraniokaudal i gjirit majt në të djathtë dhe në të majt një zmadhim. Identifikojmë një lezion në opacitet mesatar, por me skaje shumë të rregullta. Kjo është projekcioni obliko mediolateral me një zmadhim në të majt. Ajo që na interesonte ishte të përjashtonim karakteristika infiltrative mamografike ose ndonjë mikrokalcifikim të mundshëm. Edhe një pamje tjetër në tomosintezë në të majt tuaj me karakteristikat për të cilat flisnim, skaje jashtëzakonisht të përcaktuara dhe të rregullta dhe një vlerësim volumetrik i të njëjtit gji në të djathtë. Kemi rënë dakord dhe kemi vendosur pra, në bashkëpunim të plot me pacientin ton, që të vazhdojmë më tej me një vlerësim të detajuar përmes procedurës së agoaspiratës. Kjo që po bëjmë është hapi i parë dhe thelbësor i këtij procesi. Vazhdojmë me cistocentezën. Pas pak do të shohim gjilpërën dhe para së gjithash deformimin gjatë kompresimit, të kistit. Futja e një gjilpëre të hollë na lejon dhe identifikohet maja të vazhdojmë me aspirimin e të gjithë vëllimit ose pothuajse të gjithë vëllimit të lënëut brenda kistit. Sigurisht që ky material dërgohet për lexim te patologu, por ajo që më interesonte ishte të mblidhja material citologjik nga një prej këtyre papilonave. Pra, vazhdojmë përsëri me pozicionimin e saktë përmes kontrollit ekografik të papilomës më të madhe, e fiksojmë atë me kujdes duke përdorur gjilpërën dhe vazhdojmë më tej me procedurën e aspirimit përmes gjilpërës specifike të këtij lezioni solid. Pas pak, identifikohet lëvizja e majës së gjilpërës, fillimisht në periferi, duke zhvendosur kështu papilomën. Tani mund ta vëzhgojmë me kujdes procesin. Ja ku është, aspirimi i materialit që po kryhet në këtë moment. Produktin e përhapim me shumë kujdes mbi lamën e qelqit dhe sasia që e konsiderojmë të përshtatshme dërgohet menjëherë në laborator për t'u analizuar dhe lexuar nga mjeku patolog. Tu përfundon pra faza e aspirimit dhe faza citologjike. Gjetja
e patologut konfirmon hipotezën tonë të papilomatozës intracistike me një pamje të karakterizuar nga disa elemente epiteliarit uktal, që identifikojnë një metaplazi apokrine dhe gjetjen e një proliferimi papilar intracistik që nuk mund të tipizohet në ekzaminimin citologjik. Vendosim edhe një herë në marrëdhënie me pacienten që të verifikojmë rastin ton me një konsult kirurgjikale. Faleminderit për vëmendjen. Ju përshëndesje.